Deri tani, qytetarët nuk kanë parë një përgjigje të qartë, të strukturuar dhe të parapërcaktuar nga qeveria. Kështu thonë nga Bashkimi Demokratik për Integrim lidhur me situatën e virusit të Nilit Perëndimor në vend. Ata kërkojnë nga institucionet kompetente përgjigje të koordinuar, transparencë dhe masa të bazuara në dëshmi shkencore, duke ngritur një sër pyetjesh lidhur me reagimin e institucioneve. Ata thonë se sistemi shëndetësor duhej ta mbikëqyrte rrezikun herët dhe të vepronte para se pacientët të përfundonin në spital me forma të rënda të sëmundjes, ndërsa theksojnë se qytetarët po shohin reagim pasi situata tashmë është përshkallëzuar. Virusi i Nilit Perëndimor, mënyra e transmetimit, grupet të rrezikuara dhe masat parandaluese njihen prej vitesh. Sistemi shëndetësor duhej ta mbikëqyrte rrezikun dhe të vepronte para se pacientët të përfundonin në spital në forma më të rënda të sëmundjes. Ndërsa Mbretëria e Bashkuar që më 21 maj publikoi një plan të qartë për përballjen me virusin e Nilit Perëndimor, duke përcaktuar rreziqet, masat dhe përgjegjësitë e institucioneve, nga BDI thonë se një qartësi e tillë ka munguar në Maqedoninë e Veriut. Sipas tyre, duhej të dihej qartë kush vepron, kur vepron dhe çfarë masash duhet të ndërmerren në çdo nivel të rrezikut. Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon aktivizimin e menjëhershëm të planit kombëtar për përballjen me virusin e Nilit Perëndimor. Mbikëqyrje të përforcuar epidemiologjike dhe kontroll sistematik të mushkonjave, e veçanërisht në zonat me rrezik të shtuar. Koordinim të lartë dhe të qartë ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë, Institutit dhe Qendrave për Shëndet Publik, komunave, institucioneve veterinare dhe atyre mjedisore. Ata theksuan se edhe komunat kanë përgjegjësi. Sipas tyre, ato duhet të identifikojnë zonat me rrezik, të kujdesen për higjienën publike dhe eliminimin e burimeve të ujrave të ndenjura, të bashkëpunojnë në kontrollin e mushkonjave dhe të informojnë qytetarët.